39 nga fillimi, Zanafilla 39 nga rreshti i parë. Ndërkaq Jozefi u çua në Egjipt, dhe Potifari, oficeri i faraonit dhe kapiteni i rojeve një Egjiptas e bleu nga ismaelitët që kishin sjell atje. Zoti qe me Jozefin, dhe ky kishte mbarësi dhe banonte në shtëpinë e zotërisë së tij Egjiptasit. Dhe zotëria e tij pa që Zoti qe me të, dhe që Zoti e sillte mbarë në duart e tij gjithçka bënte. Kështu Jozefi fitoi hir në sytë e tij dhe hyri në shërbimin vetjak të Potifarit, që mbroi kryeadministrator të shtëpisë së vet dhe e la në dorë gjithçka zotronte. Nga çasti që e bëri kryeadministrator në shtëpinë e vet dhe për gjithçka që zotronte, Zoti e bekoi shtëpinë e Egjiptasit për shkak të Jozefit. Dhe bekimi i Zotit përfshiu gjithçka ai kishte në shtëpi dhe në fush. Kështu Potifari la gjithçka kishte në dorë të Jozefit, dhe ai nuk shqetësoi më para asgjë, përveç ushqimit të vet. Dhe Jozefi ishte i bukur nga forma dhe kishte një pamje tërheqëse. Pas gjithë atyre gjërave, gruaja e zotërisë së tij ia vuri syrin Jozefit dhe tha: "Bjer e fli me mua." Por ai e refuzoi dhe i tha gruas së zotërisë së tij: "Ja, zotëria ime, nuk shqetësohet për ato që më ka lënë në shtëpi me mua dhe ka lënë në duart e mia gjithçka zotron. Nuk ka asgjë më të madh se unë në këtë shtëpi. Ai nuk më ka ndaluar asgjë veç teje, sepse je gruaja e tij. Si mund të bëj unë këtë të keqe të madhe dhe të kryej një mëkat kundër Perëndis?" Edhe pse ajo i fliste Jozefit për këtë gjë çdo ditë, ai nuk pranoi të binte në shtrape të dhe të jepte asaj. Një ditë ndodhi që ai hyri në shtëpi për të bërë punën e tij dhe nuk ndodhi në shtëpi asnjë prej shërbëtorëve. Atëherë ajo e kapi nga rroba dhe tha: "Eja të shtrihesh me mua." Por ai ja la në dorë rrobën e tij, iku dhe vrapoi jashtë. Por ajo pa që ai kishte lënë në dorë rrobën e tij dhe kishte ikur jashtë, thiri shërbëtorët e vet dhe u tha: "Shikoni, ai na solli në shtëpi një hebre për të tallur me ne. Ai erdhi të punë për të rënë me mua, por unë bërtita me të madhe." Me të dëgjuar që unë bërta zërin dhe fillua të bërtas, ai e la rrobën e tij pranë meje, iku dhe vrapoi jashtë. Kështu ajo mbajti pranë saj rrobën e tij, derisa u kthye në shtëpi zotëria e saj. Atëherë ajo i foli në këtë mënyrë: "Ai shërbëtor hebre që ti më solle, erdhi të punë për të më vënë në lojë, por sa ngrita zërin dhe bërtita, ai la rrobën pranë meje dhe iku jashtë." Kështu kur zotëria e saj dëgjoi fjalët e gruas së vet, që i fliste në këtë mënyrë, duke thënë shërbëtorit të bëri këtë gjë, u inatos. Atëherë zotëria e Jozefit e mori dhe futi në burg, në vendin ku ishin mbyllur të burgosurit e mbretit. Kështu ai mbeti në atë burg. Por Zoti qe me Jozefin dhe u tregua dashamirës ndaj tij, duke bërë që ai të hynte në zemër drejtorit të burgut. Kështu drejtori i burgut i besoi Jozefit tërë të burgosurit që ndodheshin në burg, dhe ai ishte përgjegjës për të gjitha gjërat që bëheshin aty brenda. Drejtori i burgut nuk kontrollonte më asgjë nga ato që i ishin besuar Jozefit, sepse Zoti ishte me të dhe Zoti i bënte të mbar çdo gjë që ai bënte. Lavdi Jezu Krishtit. Falenderoj Zotin Lezer për fjalën e tij. Shikojmë në këtë histori një njeri i cili është një shembull, do të thënë shembull më të bukur në javën e vjetër. Po të shikojmë pak më para historinë e Jozefit, se si Zoti e solli në Egjipt. Shikojmë që është një histori e dhimbshme. Ishte një djalë i vogël, të cilit Zoti kishte folur, ishte shfaqur me ëndra, dhe kishte folur që do të bënte të madh. Dhe shikojmë se si vëllezërit e tij ishin bërë xheloz për të. Shikojmë se si ata një ditë e shitën edhe tek disa krijkarvan tregtarësh. Mendoni tash, një fëmijë i vogël ishte Jozefi atëherë, ishte 17 vjeç, ku vëllezërit e shitën dhe ai përfundoi në Egjipt. Dhe mendoni sa e dhimbshme është të shesin vëllezërit për shkak të xhelozisë. Lavdi Jezu Krishtit. Por Zoti ishte me të, thotë shkrimi. Mbani mend të, Zoti ishte me të. Dhe kjo është e rëndësishme sot edhe për ne. Dhe Zoti sot është me ne. Sepse Zoti është ai që na zgjodhi.
ashtu si zgjodhi Jozefin për të bërë planin e tij. Lavdi Jezu Krishtit. Shikojmë pra në këtë histori që ka përfunduar në shtëpinë e një njeriu i cili ishte komandant i madh i faraonit. Dhe në këtë shtëpi sa hyri Jozefi, hyri bekimi thotë. Çdo gjë që ai bënte shkonte mirë. Sa zotëria e tij besoi gjithçka. Besoi fillimisht gjërat që kishte në shtëpi, pastaj edhe gjërat që kishte në fushë. Pa që çdo gjë që prekte Jozefi me dorë bëhej bekim. Lavdi Jezu Krishtit. Dhe çdo gjë e lanë në dorë ti thotë tu nuk kujdesi më pas gjë, vetëm për atë çfarë hante, vetëm për ushqimin e vetë. Për asgjë tjetër, çdo gjë në dorë të Jozefit. Pra shikoni sa besim fitoi ky njeri tek zotëria e tij. Dhe kjo për vetëm arsye se Zoti që me Jozefin. Lavdi Jezu Krishtit. Por ka dhe një arsye tjetër. Edhe Jozefi ishte me Zotin. Edhe Jozefi ndonte Zotin. Ishte besnik i Zotit të tij. E shikojmë poshtë në këtë histori, aty kur gruaja e zotisë i provokon, çfarë i thotë? Nuk mund ta bëj këtë kundër Perëndis. Nuk mund ta bëj këtë mëkat kundër Perëndis. Pra besimi i Jozefit vëllezër ishte shumë i madh. Është me vërtet një shembull që ne duhet ta marrim. Është një shembull i mirë që neve na jep forcë të ecim përpara me Zotin. Na tregon se si duhet të ecim me Zotin. Na tregon rezultatet që kemi nëse ecim me Zotin. Dhe shikojmë pikërisht të kjo histori e Jozefit, se si Zoti e ka bekuar të njeri. Dhe pas i ka përfunduar në burg, përsëri në burg, është bërë bekim për të burgosurit. Sa komandi i burgut i ka besuar gjithçka. E lexuam dhe çfarë thotë, drejtori i burgut nuk kontrollonte më asgjë. Pra asnjë gjë s'kontrollonte më. Çdo gjë në dorë të Jozefit. Dhe çdo gjë që ai bënte ishte bekim. Lavdi Jezu Krishtit. Ndaj falenderojmë Zotin që na ka zgjedhur që ecim me të. Falenderojmë Zotin që ai erdhi në jetën tonë, na nxori nga Egjipti, siç nxori dhe Jozefin dhe pasardhësit e tij, na bëri popull të tij. Ndaj falenderojmë Zotin dhe që jemi sot këtu. Dhe të marrim pikërisht një shembull të tillë. Ashtu siç bëri Jozefi, i cili nuk e tradhtoi kur perëndin e tij. I cili gjithkohon kishte bekimin e Perëndisë të tij, ashtu siç edhe ne e kemi. Edhe ne kemi vëllezër, sepse Zoti na zgjodhi. Zoti na zgjodhi, ndaj Zoti na bekon kudo që jemi. Pra Zoti na ruan kudo që shkojmë. Ndaj na jep atë çfarë ne kemi nevojë. Lavdi Jezu Krishtit. Por ne duhet të besojmë. Duhet të ecim me besim përpara, lavdi Jezu Krishtit. Disa kapituj më vonë, kemi këtë 39 apo më duket 44, 45. Në flet nuk po lexojmë tani që mos zgjatemi shumë. Në flet Zoti se si vëllezërit e Jozefit erdhën në Egjipt. Filloi një krizë e madhe në Izrael dhe në Izrael gjelën pa bukë. 7 vjet zgjati kriza. Dhe ata u nisën dhe erdhën në Egjipt. Nuk e dinin që Jozefi ishte atje, e dinin të humbur vllain e tyre, por Jozefi i njohu. Lavdi Jezu Krishtit. Edhe një ditë e bukur i tha, unë jam vllai juaj. Dhe çfarë i tha? E mbani mend? Mos u mërzisni dhe mos u shqetësoni për atë që më bët, që më shitët atëherë. Sepse nuk më shitët ju, po ky ishte vullneti i Zotit. Duhet të më shitit që unë t'isha këtu për këtë ditë, që ju të mos disni nga uria. Mendoni çfarë besimi bezë, mendoni çfarë besimi kishte ky njeri. E kemi dot në këtë besim sot. Nuk më shitët ju. Ata e shitën dhe. Donin ta vrisnin, e hodhën në pus. Nuk më shitët ju, ishte vullneti i Zotit, që t'jem këtu për jetën tuaj. Dhe pastaj rezultati dihet. Qanë, u përqafuan, dhe kjo është dashuria e Perëndisë. Dhe ky njeri kishte pikërisht këtë dashuri, të cilën edhe ne duhet ta kemi sot. Duhet të kërkojmë Zotit të kemi, të jemi si Jozefi, sepse një dashuri e tillë është e paparë. Nuk e gjen diku tjetër tek njeriu një dashuri të tillë bibliku. Për ashtu në rastin e Jezusit, i cili nuk kishte njeri, po ishte biri i Perëndisë. Amin. Lavdi Jezu Krishtit. Ndaj vëllezër, duhet të lexojë ato rreth sot, që të shikojmë se çfarë kërkon Zoti nga ne. Çfarë na jep ai ne. E kërkon
kërkon që ne t'i bindemi dhe ai na jep diçka. Çdo gjë që ne bëjmë, ai do ta bekojë. Dhe do të them që kam parë të ndime fatikisht që Zoti ka qenë gjithmonë në mua. Në vështirësitë që kam kaluar, në problemet që kemi kaluar, në punë, nga di Zotit, aty ku gjërat duken sikur ndonjëherë nuk shkojnë mirë, aty duket të dora e Zotit mbrapa. Dhe kam parë se si Zoti më ka bekuar shumë në punë. E dini, kam treguar dhe më para historisë se si një herë ndihmova dikë në moment shumë të vështirë kur s'kisha edhe për vete. Por Zoti më ka bekuar, sepse ai është gjithmonë me ne, nëse ne ecim sipas vullneteve të tij. Sot më ka dhënë shumë punë, më ka dhënë njerëz që punojnë për mua. Sot kam 8 punëtorë. Po i kisha menduar do kisha i 8 punëtorë. Sot kam 8 njerëz që punojnë për mua. Dhe ky nuk është merita ime, është bekim nga Zoti. Sepse unë kam qëndruar atë, kaq. Ndaj Zoti na bekon nëse ne qëndrojmë tek ai, na bën që ata që rrejnë, që janë rrotull nesh, të bekohen madje, lavdi Jezu Krishtit. Por duhet që ne mos të mbyllim gojën, po të shpallim Injilin. Në punë ku punoj atje, gati të gjithë tash punoj një pallat, ku ka shumë njerëz që në dalin, gati të gjithë e dinë që unë jam i krishter. Madje është një inxhinier atje i cili i thotë gjithë kush vin, Krishti është pastor. Krishti është kështu, Krishti është këtu, më bën kaq reklam të themi sa nuk e di. Por mendoj që Zoti që e bën këtë gjë. Falenderojmë Jezu Krishtit. Duhet të lexoj tash diçka nga dhjata e re vëllezër. Tek Mateu, Ungjilli sipas Mateut. Në kapitullin 19, do të lexojmë nga versi 16. Dhe ja, ju afroi dikush dhe i tha: "Mësuesi i mirë, çfarë të mire duhet të bëj që të kem jetë të përjetshme?" Dhe ai i tha: "Pse më quan të mirë? Askush nuk është i mirë përveç një të vetmi Perëndis. Por nëse do të hysh në jetë, mbaj urdhërimet." Ai i tha: "Cilat?" Atë Jezusi i tha: "Mos vrit, mos shkel kurorën, mos vidh, mos bëj dëshmi të rënda. Ndero atën tënde dhe nënën tënde, dhe duaje të afërmit tënd si vetëm tënde." I riu i tha: "Të gjitha këto i kam ruajtur që nga rinia ime. Çfarë më mungon ende?" Jezusi tha: "Në qoftë se do të jesh i përsosur, shko, shit që të kesh dhe jepja të varrëve, do të kesh një thesa në qiell, dhe eja dhe më ndiq mua." Por i riu, kur dëgjoi këtë fjalë, iku i të shtuar sepse kishte pasuri të madhe. Atëherë Jezusi u tha dishepujve të vet: "Në të vërtetë të them, se një pasur me vështirësi do të hyjë në mbretërinë e qiellit." Deri këtu përfaqësoj. Lavdi Jezu Krishtit. Shikojmë vëllezër këtë histori, Zotin dhe njëri që shkon pranë tij. Dhe ky njeri e pyet dhe thotë: "Si mund të fitoj mbretërinë e Perëndisë?" Është një pyetje që edhe ne e bëjmë sot, ose njerëzit e bëjnë sot. Dhe Zoti çfarë i thotë? Mos vrit, mos vidh, respekto prindrit. Dhe i thotë ky ri që këto gjëra i kanë bërë që nga fillimi, që nga familjaria ime. Dhe vazhdon Zoti i thotë atëherë: "Shit ato pasuri që ke dhe jepja të varrëve." Dhe në këtë moment ky njeri ka ulur së poshtë dhe është larguar. Lavdi Zotit. Në këtë histori shikojmë pra këtë shembull që na jep Zoti, njeriu i cili zemra e tij ishte te pasuria e tij. Nuk është problemi thjesht pasuria vetë. Sepse ne këtu askush se ka probleme pasurisë, sepse nuk kemi pasuri si njeri, por edhe ne kemi probleme. Ku shpesh zemra jonë na largon nga rruga e duhur. Dhe ajo që do të shikojmë në këtë histori, nuk të shikojmë thjesht pasurinë si një problem, por çdo problem tjetër që ne kemi në jetë,
që na bëhet pengesë për të ecur të përfituar mbretërinë e Perëndisë. Dhe kjo mund të jetë edhe një gjë tjetër, mund të jetë sot telefoni, siç mund të jetë për fëmijët tanë, sot e shohim ndonë, domethënë, se si fëmijët rrinë shumë kohë në telefon. Edhe ne në telefon shumë, ndoshta mos duhet. Po mund të jetë diçka tjetër, mund të jetë ndoshta makina, mund të jetë osesioni për të pasur një shtëpi të bukur me tavane të varura, me luks, me kutadiun. Pra, në jetën tonë mund të ketë të tjera gjëra që na pengojnë të ecim përpara me Zotin. Do të thosh vëlla, pse na pengojnë këto gjëra? Unë shkoj dhe në kish, po bëj dhe punën time, të rregulloj shtëpinë siç më pëlqen. Ku është problemi këtu? Problemi është ku është zemra jonë. Nuk është problemi se e rregullon shtëpinë, nuk është keq të rregulloj shtëpinë. Problemi është zemra jonë mos të jetë e varur tek telefoni, tek paraja të tjera. Ne vllajën rrugës për vinim, kujtohem pak vllajën në pyetje të gjëra, lidhur me ngjyllëzimin, se si funksionon, si qyshtek. Edhe mua më kujtohet të këto Zot dhe në Tiranë që në vitet e para ishin ndryshe. Unë kam besuar që në 92-shin dhe mbaj mend që ne kur ishim të rinj atëherë dilim në qendër të Tiranës, ndaheshin 2 nga 2 në rrugët dhe shpërndanin Bibla dhe ca libra Zemra e Njeriut. Dhe flisim njerëzve. Dhe shpesh kishte njerëz që kishin edhe interes dhe ndalonin dhe flisim me ta. Me për adresën e kishës. Sot të gjithë tilla gjë nuk i shikojmë, sot nuk ka interes njerëzit. Sot shikojmë që nuk kanë interes dhe kur u flet nuk kanë interes. Sot edhe ne nuk dalim më. Nuk e kemi më atë dashurinë e parë që kishim dikur. Thot tek zbulesa dashurinë e parë letë, sot na kritikon dikur e kishat. Dhe vëllezër është një gjë që ne duhet të kemi kujdes në kjo. Sepse nuk duhet të lëmë dashurinë e parë. Ne duhet të vazhdojmë të flasim për Jezu Krishtin. Ne duhet të vazhdojmë të japim Jezu Krishtit atë që i takon. Çfarë i takon? Lavdia i takon. Ne duhet të japim atij lavdi. Të tregojmë me jetën tonë se çfarë ai ka bërë në jetën tonë. Shembulli më i mirë që japim është jeta jonë. Jeta jonë jo ku jemi, kishte gjithë mirë. Por kur dalim jashtë, në botë, aty do të shikojmë se si jemi. Me njerëzit e botës, aty në punë, kur kemi të bëjmë lloj problemesh, me lloj njerëzish, kemi të bëjmë të fortë, me gangstera, me njerëz të dobët, e lloj. Aty do të shikojmë se si jemi. Shembulli që japim në komunitet, ai është shembulli më i mirë. Një vëlla, ishte një vëlla nga Emina, kishin ardhur atëherë për kongres, tani më diku vinë në Anina vazhdimisht të kongreset që bënim, dhe ishim ulur për të një darkë bashkë në Tiranë. Dhe vllai po më pyeste për veprën. Dhe më tha, vllau, them një gjë, tha. Njerëzit nuk na dëgjojnë, por na shikojnë. Pa do të thoshte vllai që sado që ne të flasim njerëzve tanë, nuk na dëgjojnë, por shikojnë atë çfarë ne bëjmë. Pa shikojnë shembullin tonë. Tek ne njerëzit duhet të shikojnë Jezu Krishtin në së. Ndaj, ky është problemi që ne sot kemi. Sepse ne shpesh flasim keq për njëri tjetrin. Shpesh nuk e duam njëri tjetrin. Kemi probleme me njëri, me tjetrin, me vllajën, me motrën. Dhe kjo nuk do të jetë kështu. Lavdi Jezu Krishtit. Zoti është një Zot i gjallë. Ai kur lut para Zotit për ne, çfarë kërkoi ti? Që ne të jemi një. Dua o atë që këta të jenë një, jo vetëm ta, por edhe ata që do të vinë nëpërmjet fjalës së tyre. Pra për ne sot, të jenë një si unë e ti jemi një. Pra një unitet. Zoti kërkon unitet nga kisha sot. Që ne të jemi një, vëllezër. Lavdi Jezu Krishtit. Ky njeri këtu kishte problem pasurinë. Por ne kemi të tjera probleme sot, të cilat janë njësoj. Si problemi i tij. Ne kemi probleme me dashurinë sot. Ne kemi probleme me unitetin sot. Nuk duhet i kemi. Do të tregoj prapë një histori nga vitet e para, në 97-ën, e dini shumë mirë çfarë ndodhi në Shqipëri. Ra shteti dhe u shkatrua çdo gjë, u gabitëm çdo magazin, çdo gjë. Ne në atë kohë ishim unë isha ke ABC-ja, ke shoqëria biblike, që kishim biblat, dhe ne kishim një sallë të madhe, ose një magazin të madhe që ishin biblat për gjithë Shqipërinë. Dhe
ishim rreth 10-12 të rinj, të cilët për rreth 10 ditë nuk shkuam në shtëpi, flinim atje, hanim atje, rinim atje, dhe ishim në roje atje të magazinës librave. Në vdizu Krishtit. Dhe sot shikoj që të gjithë të vëllezërit që ishin atje, sot janë akoma në përkisha. Askush nuk është larguar Zoti. Të gjithë i kanë bekuar Zoti. Njëri është avokat, tjetri është pedagog, tjetri është inxhinier, ujrash, që të gjithë janë rregulluar, të gjithë vazhdojnë me Zotin, dikush është pastor madje diku tjetër. Të gjithë Zoti i bekoi sepse qëndruan ato 10 ditë kur ra shteti aty në magazin të Biblave për të rrugë Biblat. Nuk shkuam asnjëri në shtëpi. Rreth 10 ditë sa filloi shteti të lëviz prapë, ne kemi qëndruar në atë magazin atje. Bënim roje 2 nga 2, për të ruajtur gjën që kishim më me vlerë. Dhe sot e kemi akoma këtë gjë me vlerë. Falenderoj Zotin. Ne sot të ruajmë vëzën mësimin. Të ruajmë të mësim të shëndorë që kemi. Ne sot të ruajmë unitetin dhe të kërkojmë nga Zoti na japi forcë që ta mundim atë problem që kemi. Të na japi forcë që të mundim atë problemet e shumta që kemi. Në vdi Jezu Krishtit. Na japi besim që të besojmë që Zoti është sot me ne. Dhe Zoti është me ne siç ishte me Jozefin. Dhe Zoti do të bekojë çdo gjë që ne bëjmë nëse ne do të jemi si Jozefi. Falenderojmë Zotin. Zoti është dhe sot këtu dhe i shëron çdo njeri i cili ka nevojë. Çdo njeri i cili beson sot që do marrë shërimin. Në vdi Jezu Krishtit. Kemi parë njerëz në kishë të vinë të ulen përpara, t'i bëjmë vaj, do të mos shërohen. E thonë vëlla, po nuk u shërova. Po, pse s'u shërova? Vëllezër, është një problem çështja e besimit. Nuk është faji i aty që të bëjmë vaj, as i Zotit nëse besimi jot është i dobët. Është besimi jon ai që shron. Shkruajnë thotë, nëse ti je semur, do dalësh, do të thuash pleqve, do të bëjmë vaj dhe besimi yt do të shërojë. Në vdi Jezu Krishtit. Kisha një vajzë semur, bëm gati për në kishë ditë e dielë mëngjes, dhe ndërsa po bëheshim gati, vajza e vogël u çua dhe shkoi me vrap në tualet dhe volli. Dhe volli një herë, 2 herë, sa më thonë ta ikni përpara, se unë ndoshta nuk vi dot. Edhe ika në kish, mbaroi kisha, nuk erdhi Anita me të dyja vajzat. Kur kthehem në shtëpi, sa që ke dera, i them si është, shumë keq, 6 herë ka vjedhur tash. Në atë kohë iku prap, ja u bën 7 tani. Merr ambulancën. Ka nevojë të bëjmë surum. I them, ok, do ta marr ambulancën. Po prit një herë të bëj diçka tjetër një përpara. Edhe siç hyra në shtëpi, i shkova te në kravata saj, mora atë shishën e vogël me vaj, i thash të bëj babi një lutje. Beson ti se Zoti do të shërojë? Po, besoj. Dhe është pikërisht kjo që duhet vëzë, duhet të besojmë. E bëra me vaj, i bëra një lutje sepse isha emocionuar në moment të thjesht, thash Zot të lutem shëroje dhe kaqe. Nuk bëra një lutje siç bëjmë në një kish, përpiqem të lutem të bukura që ta pëlqejnë njerëzve. Thjesht thash Zot të lutem shëroje. Dhe kaq. Ikëm pastaj herën drek, ajo nuk u çuaj thash do vish, jo nuk mundem ta. Dhe pastaj u shtriva pak të pushoja rreth 1 orë. Kur çuaj për 1 orë dëgjoj që fliste në telefon. Afrojmë telefonin, them, si je? Jam shumë mirë. Po fliste, po qeshte me një shoqe me saj në telefon. Çdo gjë ndryshuar, si nuk kishte më ai njeri i cili kishte vjedhur kaq herë gjithë ditën. Lavdi Zotit. Besimi na shëron nëse. Edhe sot. Kush beson do të marrë nga Zoti atë që ai ka premtuar. Ndaj këtë kërkojmë ne sot. Të besojmë dhe Zoti do të bëjë një vepër me ne. Në jetën tonë, në shtëpinë tonë, në komunitetin ku ne banojmë. Lavdi Jezu Krisht, amin. Zoti na bekoj. Amin. Atë do të këndojmë pastaj vazhdojmë me dakën e Zotit.